Sfidë është Elikona Hysaj nga Prishtina. Mirë se erdhët zonjë, zonjush? Sa po e bërë zonjë? Sa po e bërë zonjë? Po, para 3 ditësh. Para 3 ditësh? Po. Po çfarë ofron ky milioneri sa më të Elikona, shkurt, si u thrasin? Eli? Elikona. Elikona, juve si u shion më tepër, si më përmbar? Kona. Kona, mirë se erdhët në show Kuicin kush do bëhet milioner. Meqense vim te kjo fest familjare ka qenë ngrohtë, është gëzim shumë i madh për njeriu në momentin kur martohet. Nuk e imagjinon dot sa kam qarë kur jam martuar, Kona. Se nuk e dija çfarë ishte martesa. U gëzova ditën e parë, u gëzova të dytë, kaloi një muaj, më hypi një qarë, një ngashërim, më mbante gruaja, më thoshte mos u mërzit, kaloj shpejt. Edhe vajta 30 martuar, moj. Po qa të them? Se gjithë bara në familje e burit i bie. Qëfar keni mbarua studime? Për kanto këtu në Tiranë, Akademinë e Arteve. Kanto në Tiranë? Në përgjithësi, në show Kuicin ton kanë ardhur nga të gjitha shtresat e shoqërisë, profesionin nga më të ndryshmet. Por, natyrisht që për mua duke qenë edhe në profesionin aktor, është kënaqësi e madhe që pjesë e këtij paneli bëhet një artiste dhe detyrimisht për një artiste unë e kërkoj Eduardo Kitin nga publiku. Është vlerë dhe vlerësim dhe për show-un ton. Për shembull Befala edhe mua më ka pëlqyer në momentet e veçanta të impostohem, janë nga këto lirikat të famshme të grupit Lira të Korçës. Po. I dua mëngjezet e majit, kur këndon bilbili fushas, e fryn kjo era e malit. Impostim që të ka jo? Sigurisht. Po më shumë nga to më përë, dua më shumë shqipërinë. Atëre është rada për ju, Kona. Atëherë, me që isha, tash dhe me thonë sa po e martuar, me të vërtet kam dirë mungesën e dy gjysheve të mija, s'kam pas në dasëm. Edhe unë e di që në Shqipëri është një këngë me të vërtet, në Shqipëri e në Kosovë, kudo, e Vaqe Zelës. Ka nga gjyshës, është me të vërtet mrekullueshme. Skena e gjitha për ju. Faleminderit. Sot një këngë do këndoj, veç për ty, o qyshja ime, e di mirë dhe se harroj, të shkaktova shumë trazime, këngën time ta kushtoj, dhe të falun të kërkoj, për kënkaj e gatime, me të paqum edhe mundime, e të tutjetë. Bravo! Një dadokitje të madhe për të gjitha gjyshet edhe gjyshit. Me që është sot dhe nata jone, femrave, më tepër.